Bashkimi Evropian I ka hequr të gjitha masat shtrënguese të vendosura ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023. Këtë vendim e ka përshëndetur edhe ambasadori I Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, duke u shprehur nga Gjirokastra. Është një lajm I mirë, sigurisht, I vonuar edhe pse edhe kanë qenë të panevojshme këto masa, s'ka pas një arsye të veçantë, por është procedurë bashkëpunimi dhe ne kemi treguar disiplinën e respektit të këtyre regulativa, tani po korrigjohet një vendim që ishte I panevojshëm. Durmishi ka vlerësuar raportet me Bashkimin Evropian të veçanta që nga koha kur I ka ofruar ndihmë Kosovës në çështjet e zhvillimit ekonomik, ndërsa shprehet se është në pritje të shqyrtimit të kërkesës për antarësimi në familjen e madhe europiane. Bashkimi Evropian ishte me një shtyllë veçantë ndërkombëtare, shtylla e 4 që quhej, ku ka ndihmuar Kosovën ato ditë me çështje të zhvillimit ekonomik. Pastaj kemi studie me asocim stabilizimin, marrëveshjen, pastaj me liberalizimin e vizave, pra po lvizim ngadalë. Ne mendojmë se meritojmë më shpejt të ecin këto gjëra, po presim që të shqyrtohet edhe kërkesa e Kosovës për antarësim në BE, që tashmë është bërë si aplikacion. Duhet ta dini, shikuesit tuaj, se asnjë ligj në Kosovë ka sa vite që nuk miratohet pa pas edhe kalimin nëpër filtrat e rregullatives dhe kriterëve të Bashkimit Evropian. Pra që tani ne kemi një përparësi, sepse ajo që quhet parafrim I ligjeve të Kosovës në momentet e aplikacionit për BE, një pjesë e këtyre procedurave janë kaluar Kosovën dhe domethënë presim që të intensifikohen edhe më shpejt raportet e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Kosova është Evropë, siç është Shqipëria. Durmishi ishte sot në Universitetin e Qenim Çabej, ku mbajti leksionin e hapur me temë Republika e Kosovës, 18 vjet pavarësi, sukseset dhe sfidat.